Bukuria që tronditi Egjiptin. Sprova e profetit Jusuf. Ka histori që Allahu veti ka quajtur të veçanta. Në Kuranin fisnik, Allahu i Madhërisëm i drejtohet profetit Muhammed a.s. dhe thot: Ne po të dërgojmë ty historinë më të bukur. Nga të gjithë historitë, nga të gjitha ngjarjet, nga të gjitha mësimet. Allahu zgjodhi historinë e Jusufit dhe e quajti historia më e bukur. Dhe kjo nuk është rastësi, sepse në këtë histori ka gjithçka: tradhtin dhe besnikrin, sprovën dhe durimin, poshtrimin dhe lavdin, mëkatin dhe pastërtin. Sot, ndalemi në një prej momenteve më të fuqishme të kësaj historie. Momenti kur bukuria u bë sprovë dhe pastërtia u bë fitore. Jusufi ibn Jakub, bir profeti, ni profeti, stërni profeti, kishte kaluar në për sprovën e parë dhe të tmerrshme të jetës së tij. Vëllezërit e tij, nga zibia dhe smira, e kishin hedhur në pus, e kishin lënë aty, në errësirën e thellë, pa ujë, pa dritë, pa shpresë njerëzore. Por Allahu nuk e kishte lënë. Një karvan tregtarësh kaloi pranë pusit, e nxorrën, e morrën, e shitën si skllav në Egjipt. Dhe skllavi u blen nga një prej njerëzve më të fuqishëm të Egjiptit. Kurani e quan atë El Aziz, i fuqishmi, ministri, ai me pozitë të lartë. Sipas shumë komentuesve islam, ky ishte shefi i rojeve mbretërore, njeriu i besuar i faraonit. El Aziz e solli Jusufin në shtëpinë e tij, dhe kur e pa diçka të jashtëzakonshme. Jo vetëm bukurinë fizike, por dritën e brendshme, karakterin, inteligjencën, qetësinë e njeriu që ka kaluar sprovë dhe ka dalë më i fortë. I tha gruas së tij: "Trajtoje me nder, ndoshta do të na sjell dobi, ose do të adoptojmë si bir." Dhe Jusufi u vendos në pallatin e ministrit, jo si skllav i zakonshëm, por si i besueshëm, si ndihmës, si dikush me vlerë të veçantë. Vitet kaluan, Jusufi u rrit në atë shtëpi. Bëri punën e tij me ndershmëri dhe devotshmëri. Allahu i dha urtësi, i dha dije, i dha karakter. Por Allahu gjithashtu i kishte dhënë diçka tjetër, bukuri të pashoq. Dhe bukuria, kur nuk shoqërohet me karakter, bëhet sprovë për atë që e shikon. Gruaja e El Azizit. Kurani nuk e përmend në emër, por literatura islame dhe tradita e njeh si Zulejha, filloi të shikonte Jusufin ndryshe. Bukuria e tij ishte e vështirë të shpjegohej me fjalë. Transmetimet islame tregojnë se Jusufit i është dhënë gjysma e bukurisë së njerëzimit, si shenjë veçantisë së tij profetike dhe si elementi sprovës që Allahu kishte caktuar për të. Dhe Zulejha, e fuqishme, e pasur, e pamësuara me refuzim, ra në grackën e dëshirës. Erdhi ai moment, i cili Kurani e përshkruan me fjalë të pakta por të fuqishme. Dhe ajo, në shtëpinë e saj, e tërhoqi atë drejt vetes dhe mbylli të gjitha dyert dhe tha: "Eja tek unë." Zulejha kishte planifikuar gjithçka, kishte pritur momentin, kishte mbyllur dyert, një nga një, kishte siguruar se nuk ishte askush, dhe pastaj, pa kur far turpi, pa kur far frike, i foli Jusufit hapur: "Eja tek unë." 3 fjalë. Përpas tyre, presioni i plot i gruas së njeriut më të fuqishëm të Egjiptit. Presioni i pozitës, i pushtetit, i frikës. Nëse Jusufi refuzonte, mund të akuzonte, mund të hidhte në burg, mund të vriste. Dhe Jusufi ishte skllav, pa mbrojtje ligjore, pa familje, pa zë. Çfarë bën njeriu në këtë moment? Çfarë bën njeriu kur sprova vjen e mbushur me dëshirë dhe e mbushur me fuqi? Jusufi, profeti, njeriu i Allahut, bëri atë që bënin të mëdhenjt. Kurani thot: ai tha: "Kërkoj mbrojtje tek Allahu. Ai është Zoti im. Ai më ka vendosur mua mirë. Të padrejtët nuk shpëtojnë kurrë." Jo hezitim, jo bisedë gjatë, jo negociat. Kërkoj mbrojtje tek Allahu. E para gjë që doli nga goja e Jusufit ishte emri Allahut. Komentuesit islam shpjegojnë se Jusufi ju referua mirësisë së zotërisë së tij El Azizit si argument moral dhe etik. Si mund të tradhtoj atë që më ka trajtuar me nder? Dhe pastaj vrapoi drejt derës. Zulejha u hodh pas tij, kapi rrobën e tij nga pas. Rroba u gris dhe pikërisht atë çast dera u hap. El Azizi qëndronte në hyrje. 2 njerëz, 2 faqe, një e vërtet. Zulejha, e kthyer me një herë, pas një hezitim, akuzoi: "Çfarë është dënimi i atij që donte të bënte të keqe me gruan tënde, përveç burgimit ose një dënimi të dhëmshëm?" Akuza ishte e guximshme, e paturpshme, e planifikuar. Një antar të familjes Zulejhas.
sipas komenteve islame, që ishte i pranishëm ose qofir dhe ky dëshmitar dha gjykim. Nëse këmisha e tij është e grisur nga para, ajo ka thënë të vërtetën dhe ai është gënjeshtar. Nëse këmisha e tij është grisur nga pas, ajo ka gënjur dhe ai është i sinqert. Këmisha ishte grisur nga pas. E vërteta doli. Jusufi ishte i pastër. Elazizi i tha gruas së tij: "Kjo është një nga dredhit tuaja. Vërtet, dredhit tuaja janë të mëdha." Dhe i tha Jusufit: "O Jusuf, kalo pranë kësaj, dhe ti kërko falje për mëkatin tënd." Por sekretet në pallate nuk mbeten sekrete gjatë. Lajmi filloi të përhapej, fillimisht me zë të ulët, nga shërbëtorët, nga fqinjët, nga ata që dinin diçka dhe nuk mund ta mbanin. Dhe pastaj, si gjithmonë ndodh me lajmet që prekin njerëzit e fuqishëm, u bë temë qytetit. Kurani e përshkruan. Dhe gratë në qytet thanë: "Gruaja e ministrit po kërkon shërbëtorin e saj. Dashuria e ka pushtuar zemrën e saj. Ne shohim atë në humbje të qartë." Gratë e qytetit, zonjat e shoqërisë egjiptiane, gratë e zyrtarëve dhe të fuqishmëve, flisnin, gjykonin, kritikonin, si guxon gruaja e ministrit, si ka mundësi të bjerë kaq poshtë, çfarë turpi për pozitën e saj. Fjalët e tyre rridhin si ujë, pa kursim, pa mëshirë. Zulehaja i dëgjoi dhe bëri diçka që tregon sa e thellë ishte shpirtërisht goditur dhe sa mendjen pret ishte taktikisht. Vendosi t'u tregonte. Zuleha organizoi një mbledhje, ftoi gratë e qytetit, pikërisht ato që kishin folur, pikërisht ato që kishin gjykuar. Pallati u hap, tryezat u veshën. Pritja ishte e shkëlqyer dhe para çdo gruaje u vu nga një thik dhe nga një frut, diçka që kërkonte të qërohej me thik. Gratë u ulën, filluan të qëronin frutat e tyre, duar të kujdesshme, biseda elegante, atmosferë kortezi. Dhe pastaj, Zulehaja dha shenjën: "Dil para tyre, o Jusuf." Jusufi doli. Kurani e përshkruan momentin me pak fjalë, por ato pak fjalë janë ndër më të fuqishmet e gjithë sures. Kur e pan, ato e madhëruan atë dhe pren duart e tyre dhe than: "Larg qoftë Allahu nga çdo emet. Ky nuk është njeri. Ky nuk është veçse një engjëll i nderuar." Gratë e qytetit, ato që kishin gjykuar, ato që kishin folur me kaq siguri, harruan gjithçka. Harruan frutat, harruan bisedat, harruan elegancën, filluan t'i presin duart e tyre, pa e ndjerë dhimbjen. Aq të magjepsura ishin nga ajo që pan. Dhe kur erdhën në vete, u turpruan. Jo nga gjaku, por nga vetja e tyre, nga gjykimet që kishin bërë pa kuptuar. Zulehaja shikoi rreth vetes, dëshmi të gjalla të asaj që ajo kishte ndjerë çdo ditë, dhe tha me zë të qartë pa u fshehur: "Ja, ky është ai për të cilin më qortuat. Dhe vërtet, unë e kërkova atë, por ai u mbajt larg. Dhe nëse nuk bën atë që i kërkoi, ai do të burgoset dhe do të jetë nga të poshtruarit." Fjalë të sinqerta deri në frikë. Sinqeriteti i dikujt që nuk ka asgjë për të fshehur. Dhe Jusufi, duke dëgjuar kërcënimin, duke parë se rruga ishte e mbyllur nga të gjitha anët, ngriti duar drejt qiellit dhe bëri lutjen që Kurani e ka ruajtur për ne: "O Zoti im, burgu është më i dashur për mua se sa ajo në të cilën ato më therrasin. Dhe nëse ti nuk largon nga unë dredhit e tyre, do të drejtohem atyre dhe do t'jem nga të paditurit." Burgu, jo liria. Burgu me zinxhir dhe errësirë, jo pallati me dritë dhe luksin. Jusufi e zgjodhi burgosin me dinjitet mbi lirin me mëkat. Dhe Allahu ju përgjigj lutjes së tij. Dhe Zoti i tij i pranoi lutjen dhe largoi nga ai dredhit e tyre. Vërtet, ai është dëgjuesi, i gjithdijshmi. Historia e Jusufit dhe Zulehas nuk është thjesht histori e sprovës dhe pastërtisë. Është mësim i thellë për natyrën njerëzore, për dobësinë dhe forcën, për dëshirën dhe karakterin, për atë çast vendimtar kur njeriu zgjedh midis asaj që dëshiron dhe asaj që është e drejtë. Jusufi ishte sklav, pa të drejta, pa mbrojtje, pa familje pranë, me kërcënimin e burgut mbi kokë, dhe në gjithë këtë zgjodhi Allahun. Komentuesit islam theksojnë se ky moment, ky refuzimi i Jusufit, është ndër shembujt më të lartë të moralit. Allahu e mbrojti Jusufin, jo sepse sprova nuk ishte reale, por sepse Jusufi u kthye menjëherë drejt Allahut. Kërkoi mbrojtje tek Allahu. Ishte shpati i tij, ishte muri i tij, ishte fitoria e tij. Dhe gratë që prenduar të tyre duke parë bukurinë e Jusufit, pa e ndjerë dhimbjen, na mësojnë diçka edhe ato.
Bukuria jashtë me mahnit bën njerëzit të harrojnë veten, por bukuria e brendshme, bukuria e karakterit, e besimit, e pastërtisë, ajo lë gjurmë të përjetshme. Jusufi i kishte të dyja, por vetëm njëra prej tyre e bëri profetin. Ne po të tregojmë ty historinë më të bukur